bashkëdhetar që e keni mbushur këtë shesh. Ashtu si që keni mbushur këtë shesh, e keni mbushur diasporën dhe shqiptarë kudo në përbot me shpresë. Nga Londra në New York, nga Vienna në Toronto, nga Roma në Washington, sheshet e botës janë mbushur me shqiptarë që protestojnë bashkë me ju, në solidaritet me ju. Qeveria më e korruptuar që shqiptarët kanë parë dhe kanë provuar ndonjëherë, sot pretendon se ka 800.000 njerëz që e kanë votuar e përrjedhoi mazhorancë. Por ju kujtojmë se shqiptarët janë mbi 4 milion dhe në 30 vitet e fundit 1,5 milion shqiptarë janë larguar nga vendi për shkak se këtu jemi në një ambient social, ekonomik të pabanueshëm për një vend evropian. Protesta juaj e cila nisi për shkak të dhunës shtetërore mbi njerëz autokton në tokat e tyre, në Rjoll, në Zvërnec, e kudo tjetër në Shqipëri, ishte pika e mbushjes. Dua vetëm t'ju kujtoj, dua vetëm sjell këtu dhe zërin e disa njerëzve nga zona ku unë vi, nga Mati. Zërat të cilat nuk dëgjohen as në media e as kund. Problemet e këtyre njerëzve që kanë 40 vjet pa rrugë, pa ujë të pishëm, në Zalgjoçaj, në Kurdari, atje banorëve po ju merret ujë i pishëm për ta çuar ujin në hidrocentralet e oligarkëve të lidhur me këtë qeveri dhe me këta ministrat korruptuar. Prandaj, bashkë me ju, edhe diaspora, e di shumë mirë se sa të këqija i kanë ardhur këti vendi nga kjo qeveri, nga ky kryeministër, por sot i bëjmë thirrje se më në fund ka në dorë që t'i bëjë një të mirë Shqipërisë pas gjithë atyre të këqijave, të japi dorëheqjen përfundimtare. Dorëheqje! Dorëheqje!